الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e zbriti Kur'anin, që është liber udhërrëfyes për muslimanët deri në kiamet. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar të fundit dhe ula pejgamberëve, për të na udhëzuar për në rrugën e Allahut dhe në rrugën e cila na shpije në xhenetin e Allahut dhe për të na paralajmëruar për rrugën e xhehenemit dhe veprat dhe gjithë ato që çojnë në xhehenem. Allahu na ruajt. Vëllezër të nderuar, në këtë hutbë të shkurtë të kësaj dite të bekuar të xumos, sot do flasim për një dukuri negative dhe për një degenerim dhe një fenomen i cili ka marrë për masat e mëdha në vendit të tonë, dhe ky degenerim dhe ky fenomen, vëllezër të nderuar, është duke i prekur edhe familjet e muslimanëve, pra është duke i prek ata të cilët thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, është duke i prek ata të cilët quhen syfyr në Ramazan dhe janë në gjendje me agjeru një muaj të tërë për Allahun subhanahu wa ta'ala, mirë po nuk janë gjendje me i thonë ju këtij degenerimi dhe këtij fenomeni shumë të keq dhe të ndytë dhe të fllihur, dhe është duke ndodhur pra në mesin e muslimanëve të cilët i kanë mbyllur sytë e tyre ndaj këtij gjenerimi dhe i kanë hapur sytë e tyre ndaj këtij harami. Ky fenomen, vëllezër të nderuar, dhe kjo dukuri e keqe është forma e dorësmave të cilat janë duke i aplikuar dhe duke i praktikuar muslimanët e vendit tonë, të zhveshur, të përzirë dhe përpara kamerave dhe incizimeve live dhe shfaqjes së tyre në rrjetet sociale. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: ja ayuhan nasu taqu rabbakum, o ju njerëz, keni dro Zotin tuaj, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, i cili ju ka krijuar juve prej një veteje, wa khalaqa minha zawjaha, dhe prej tij Ademit alayhi salam e ka kriju bashortën e tij, Hawen alayha salam, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dhe nëpërmjet këtyre dyve Allahu ka bëu mu shpërndan njerëzimin në tokë, ka bëu mu përhap njerëzit në tokë, ka bëu që mu shtu numri i njerëzve që adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe jo mu shtu njerëzit të cilët i bojnë gjuna dhe i bojnë kufër dhe shirk dhe mohojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dhe prej mirësive të Allahut dhe prej argumenteve dhe shajave të Allahut është që për juve ka kriju bashorte, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe ka bëu që mes jush me pas dashuri dhe mëshirë. Allahu subhanahu wa ta'ala në këto ajete të regoj pse kena arë në këtë dynja
dhe pse na ka kriju Allahu subhanahu wa taala, dhe se si duhet të jetë një martesë. Dhe Islami, vëllezër të nderuar, nuk na ndalon neve gëzimin, dhe nuk na ndalon neve që mos të gëzohemi. Përkundrazi feja islame neve na mëson që të gëzohemi. Mirë, po të gëzohemi me halal, të gëzohemi në kufit e lejuar, të gëzohemi në bazë asaj se si Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A nuk i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij personit i cili ishte martuar, tha a ke bo dasëm, tha jo i dërgu Allahut, tha eulim walau bishat, tha bedarsëm, a mo qoftë edhe vetëm duke thirr një dele, për arsye se darsma është ai gëzimi dhe duhet mu gëzue aja familje, ata dy qift dhe ata musliman që kanë domethënë në mesin e tyre. Mirë, po vëllezër të nderuar, me haram nuk formohet një familje, me haram nuk çon Allahu azza wa jall bereqet në atë familje, me haram hapet dera sihrit, hapet dera mësyshit, hapet dera zilis dhe xhelozis, hapet dera shkatrimit asoj familje. Tamam si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, yukhribuna buyutahum biaydihim, i shkatrojnë shtëpijat e tyre me durët e tyre. Ne vëllezër të nderuar, me këto degenerime dhe me këto harame pa fije turpje, jemi duke shkatruar familjet tona, jemi duke shkatruar evladet tonë dhe jemi duke shkatruar shoqërinë tonë, dhe ne jemi duke sjellur dënimin e Allahut subhanahu wa taala mbi neve. Vëllezër të nderuar, Islami është fe universale, është fe gjithëpërfshirëse, është fe e cila i plotson të gjitha nevojat e njerëzve deri në kiamet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet kësaj feje ka dorë që ne me arrit lumturinë këtë botë, edhe në botën tjetër, ndërsa ata të cilët përpiqen me arrit lumturinë dhe gëzimin këtë dynjë vetëm, atëherë le ta kuptojnë se gëzimi dhe lumturia e tyre është vetëm e çastit, është kohore, është disa momente caktuar, ndërsa lumturia që Allah duke të thirrë në të, është lumturia përhershme, është të thirrë me ka një lumtur në këtë dynjë, edhe është duke të thirrë me ka një lumtur në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, fa imma yatiyannakum minni huda, dhe ati që i vjen udhëzimi nga ana ime, فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dhe kushto që e pason udhëzimin, ai s'do jetë i devijuar, dhe as nuk do jetë i dëshpëruar në botën tjetër. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dhe kushto që ja kthen shpinën udhëzimit tim, atëherë ka me pas jetë e vështirë. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dhe në ditën e kiametit do ringjallëm qarë. Pra pa Islam është jetë e vështirë. Vëllezër të nderuar, Islami i Allahut subhanahu wa taala na thirr që ne të jetojna me të. Jeto me Islam edhe në tregti kur bën, jeto me Islam edhe në udhtim kur je, ama jeto me Islam edhe në gëzim kur je. Mos e kalo me Islam vetëm paumën ato ku të ka godit mërzia, mirë po kaloj edhe dasmën ato ku të ka godit gëzimi. Prandaj edhe gëzimi kur vjen, muslimani duhet mu gëzue në bazë asaj që Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar dhe ka lehtësuar në librin e tij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. E ndëgjuat ajetin ku Allahu thot, yukhribuna buyutahum biaydihim, i shkatrojnë shtëpijat e tyre me durët e tyre. Wallahi vëllezër të nderuar, për këtij shkatrimit është edhe fenomenin e fjalë, pra këto darsmat të cilat janë duke i praktikuar populli jon, këto darsmat e cilat kanë kaluar çdo kufi, këto darsma që ndoshta shumë njerëz i thonë, ne jemi duke shkuar në Evropë, a vallahi kena ka përsy edhe Evropën edhe çdo kontinent botës, i kena ka përsy kufit e Allahut subhanahu wa taala. Si është normale vëllezër të nderuar, pa fije turpi edhe pa fije marrë mos pari ndaj Allahut azza wa jall krijuesit së gjithësisë, që të zhveshur. Edhe si është e mundur vëllezër të nderuar, një grua e cila duhet të zbukurohet burrit e saj në çat formë, aja shkon dhe i zbukurohet burrave të huaj. Si është e mundur vëllezër të nderuar, deri ku ka mrri logjika jon, edhe çfarë përgjegjësie do të më pas anëtar i familjes, dhe ai burr i cili e lejon një gjë të tillë në familjen e tij vëllezër të nderuar.
Wallahi nuk po flas për mja drejtu gishtin dikoj ose për me lëndu dikan. Mirë po kjo është porësia Allahut subhanahu wa taala që ka urdhëruar e mbi supet e hoxhallavëve pjesë e parë vëllezër të nderuar. Qëllimi është mu permisue, qëllimi është mu pendue, qëllimi është mu kthye Allahut subhanahu wa taala. A nuk na tregoi Allahu azza wa jall në Kur'an se kur ju kanë urdhë dënimet popujve të kaluam, çka kanë thonë? Nuk kanë thonë që foju koni pejgamberëve, e as i dietarëve dhe hoxhallarëve, bel kunna zalimin. Na i na konë zullumqar, ne kemi merituar këtë dënim, ne kemi paraprik këtyre dënime, pra ndaj ne kina kërkuar dënimet të cilët na kanë ardhur. Mos e prit dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala kur përhapet prostitucioni, kur përhapet homoseksualizmi, kur përhapet zhveshja në mesin e muslimanëve, Allahu subhanahu wa taala çon dënime. Allahu subhanahu wa taala të shkatron. A harun vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wal haya'u shu'batun min shu'abil iman." Edhe turpi, marrja është deg për degëve të imanit. Ku met ky iman? Ku met kjo degë e imanit tek ne vëllezër të nderuar? Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga dënimi. Si është e mundur vëllezër të nderuar muslimanit të feston me alkool? Si është e mundur të feston me muzikë? Se është e mundër të feston i degeneruar dhe i zhveshur. Ne para luftë vëllezër të nderuar kena ndëgjuar se këto gjëra bën vetëm në për disko. Mirë po familjet tona dhe gratë tona dhe nënat tona jemi duke i quar në disko. Jahudit e kanë thonë një fjalë: Allah i shkatërroi dhe i mallkon dynjën dhe në ahiret. Kanë thonë se do mi shkatërroni një popull. E në veçanti e kanë posë për qëllim nëse do me shkatru musliman, ata shkatërroja familjen e tyre, shkatërroja arsimin e tyre, edhe shkatërroja shembullin e tyre. Çto tri sene i kanë për me shkatru të musliman. Prandaj janë të na shkatru familjet tona, janë të na shkatru arsimin dhe dijen tonë, edhe janë duke na shkatru udhëhecat dhe prisat tonë. Edhe kur ndodh ky shkatrim vëllezër të nderuar, atëherë vjen përplasja, vjen dënimi, vjen mallkimi dhe vjen zemrimi i Allahut subhanahu wa taala. E pastaj mundet me na përfshihet të gjithëve illa men rahime rabbi, përveç ata të cilët Zoti mëshiron. Fatkeqësisht vëllezër të nderuar, sa merr një këngëtar për një natë, për 6 sahat sa merr në një kësilloj diska, wallahi mi mbledh gjitha rrugët e huqës, edhe të mjekëve dhe të arsimit nuk bojnë sa meraj për një natë. Shpesher po drejtojnë a gishtin, ja pse me shku në haqë, ose pse me shku në umrë, ose pse me kontribu për gjamia, ose ka gjamia shumë. Mirë po pse këta pseja nuk për ndëzjojnë në rastet e tilla. Nuk është ndonjëherë në pyetje vetëm ndoshta paraja se të hollat, mirë po në pyetje o vëllezër të nderuar që nëse siç na ka mësuar Allah azza wa jall, nëse njerëzit e dijes nuk i kapin për dorë mendjeletit, atëherë ka marrë dënimi me i përfshi mendjeletit edhe njerëzit e dijes. Po ka me i përfshi edhe këre familjarët. Ka me i përfshi edhe të gjithët. E pastaj ka me kanë fjala jonë inna kunna zalimin, ne i na kanë zullumqar. Ne i na kanë zullumqar për arsye se kem mbyll gojen. E kem mbyll gojen dhe s'ke fol, bile me dash me të fol, s'ke desh me ndëgjue. S'ke desh me i marrë ato këshillat Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, që thot Allahu azza wa jall ma lakum kayfa tahkumun, ç'është me ju si po gjykoni kështu? Ejnë të dhëbun, ka jakni mësy kështu? Ka jeni të shku? A je duke vendos gishtin e mendjen tënde që Allah azza wa jall ka dallu pe gjallësa? Wallahi jemi bë vëllezër të nderuar, bile edhe me të ulët se sa kafshet. Allahu xhelalu ala thot në Kur'an: "Lahum qulubun la yafqahuna biha", ata kanë zemra që s'kuptojnë me to. "Walahum adhanun la yasma'una biha", ata kanë vesh mi po s'nin me ta. "Walahum a'yunun la yubsiruna biha", ata kanë sy po shohin me ta. "Ulaika kal an'am", ata janë si kafshat, bel hum adallu sabila, bile ja kanë të kaluar dhe kafsha. Wallahi disa njerëz që kanë kaluar dhe kafsha, nuk i vjen turp në rrugë, nuk i vjen turp në kafe, nuk i vjen turp në vendet publike. A kafsha si kafsh, shefet për syve të njerëzve. Kafsh, s'ka intelekt, s'ka mendje, mirë për shkon shefet mal,
ndërsa njerëzit që i ka dallu Allahu xhallahu ala me mendje, pa fije turpi, pa fije marre, të gëzuar dhe të lumtur, i veprojnë këto gjëra duke zemruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, veçanti për çështjen e martesës, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, dhe ato prej jush e kanë marrë një besë të fortë, e kanë marrë një lidhje të fortë. Për arsye martesa në Islam është lidhje e fortë. E kjo lidhje e fortë duhet quhet me të mirë. Në fakt edhe duhet munis me të mirë, për mu vazhdu me të mirë e pastaj me përfundu me të mirë. Ama Allahu na ruajt nëse është nis mrapsht, edhe pastaj quhet mrapsht, edhe pastaj ka me përfundu mrapsht. Është mirë vëllezër të nderuar me na ardhe neve situata si tash në disa vende të Evropës nuk mundesh mu martu pa bo analizat e ADN-s. Për arsye se baba atje para 20 vjetë i kalon ja 2 djemë që atje, edhe ja 2 vojza kalon me tjetër ngru ka, edhe tash që ata 2 djemë me qëto 2 vojza po martohen, edhe po dalin vëlla dhe mush. Prandaj Islami i Allahu xhallahu ala i ka para pri këto qysh në vakt, qysh heret, që mos me aor deri te çikja, e pastaj me u martu e vllau me vllau, me u martu e vllau me motër dhe u martu e motra me vllau. Këto sene vëllezër të ndërua janë të ndodhë. Prandaj lusë Allahun azza wa jall që të na ruan nga një gjë e tillë. E lusë Allahun azza wa jall të ndiruan muslimanët. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Dhalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayri al-haq wa bima kuntum tamrahun." Thot kjo nga se ju u gëzojshit në tokë pa hak, pa të drejtë, duke i bërë gjinoh Allahut azza wa jall. Edhe për shkak që unë burshit, mund kushtoj dorës ma kaq, unë e bona kaq, unë e shpenzova kaq, mburje dhe lavdata ato ku Allah azza wa jall se dan, atëherë në botën tjetër që ju thuhet këtyre, udkhulu abwaaba jahannama khalidin fiha, hyni në përdyrët e xhenemit, këtu keni me kanë për gjithmonë, fa bi'sa mathwal mutakabbirin, sa vendi shëmtuar është ky për mendim mëdhej. Normal që ky ajet ka fol për qafirat, mirë po fol edhe për gjithë ata të cilët gëzohen të haramen dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa orë i ndarshëm nuk i bjen men për hoxhen, as i bjen men për Allahun, as i bjen men për Kur'anin, as i bjen men për këshillat, e ndërsa kur e rrokin e gjint ose sihri, valla duhet me qute një hoxh mi fryje. Jo, shkon të fryn këngëtarit tash, shkon të fryn tupanat atje të fryn. Tut një Zotit vëllezër të nderuar, nga se dënimi Allahu subhanahu wa taala mundet me na kaplu të gjithëve. Dënimi Allahut azza wa jall mundet me na përfshi të gjithëve, e pastaj pjesa e atij dënimit me kon vetna, e pastaj me i përjetu dënimet varr, e pastaj edhe në ditën e ngjalljes. Pejgamberi alayhis salam thotë në një hadith: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Ai që ngjan e popullit prej tyre, mos ju ngjaj qafirat, e kena fen të përsosur që ka zbrit Allahu xhallahu ala, e kena fen madhështore, e kena fen të përkryer, e kena fen e cila na mëson çdo sen të mirë dhe të bukur. Prandaj nuk kena nevojë me marr ata që i dhon përparësi më shumë bubit e qenit se sa babës e nanës. S'kena nevojë për këto mësime. As nuk i kena pas në popullin ton, po as nuk kena luftu për çito, e as nuk kena orë çito deri ku na orë për çito sene. Prandaj vëllezër të nderuar, ti ruajna vlerat e Allahut subhanahu wa taala, e ato cilësi të mira të cilat i kena pas si popull dhe si musliman, dhe i kanë ruajt babë babgjysh, dhe i kena ruajt si familje. Prandaj lut Allahun azza wa jall që Allahu na ruan nga çdo vepër e shëmtuar që na çon në zemrimin dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Vëllezër të nderuar, në kësi raste edhe kësi ahengje po i ndëgjojnë shpesh njerëzit që ju kanë qarrua sytë e zemrës para se ju vërbue sytë e ballit, se pa thonë se kështu po shkojnë ana me dyja. Pra pe lypin çka thot dyjaja. Po dyjaja në xhenem, ky lyp në xhenem. Vëllezër të nderuar, nuk duhet me lyp çka thot bota, çka thot dyjaja. Mi po duhet me lyp çka thot Zoti që ka krijuar. Çka thot Allah i cili të ka udhëzuar. Çka thot feja që Allah azza wa jalla ka zbrit. Çka thot Kurani që ta ka dërguar Allah azza wa jalla nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj lypet çka thot Allahu, çka është i kënaqur nai, e mos e kërkoj çka lyp dyjaja.
Për arsye se nëse shka me dyje, atër me dynjo kime ronë xhenem, Allahu na ruaj. Gjithashtu vëllezër të nderuar, nëse ecë me fjalën se kështu bëu dynjoja, atër dihet që dynjoja shumica janë duke shkuar mbrapa shejtanit të mallkuar. Shejtani e ka armiqsue Ademin alayhis salam babën tu. E Allahu xhallahu ala është armiqsuar me shejtanin për babën tu Ademin alayhis salam. Prandaj edhe nuk është etike mu idhnu te Allah me Allahun xhallahu ala, i cili është idhnu me shejtanin për shkak babës tu. Ndërsa ne me misue shejtanin e mallkuar dhe më bo pasu si tina, edhe pastaj me e armiqsu Allahun subhanahu wa taala dhe rrugën e tij dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Me mirë është vëllezër të nderuar, me mirë është në këto darsma, me mirë është ato paron, dërtohen një shtëpi, kanë me ta ditë për në jeton një jetimit. Ndihmoje një student të dijes dhe ndihmoje një rrugë të hajrit ose një xhamie. Wallahi ton kanë me ta ditë për faleminderit dhe para njerëzve Allah azza wa jall ka me ta ditë mas pari, edhe ka me trujt në vlad, ka me të mshel 72 të kësia që kanë posë me të godit, edhe ka me të shpetun varë edhe në botën tjetër, e ka me trujt Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa e shpenzimi ato ku nuk dohet, ndëgja se çfarë thot Allahu xhela wala, wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Dhe mos bani masraf, mos e keq përdorani pasurinë, se Allahu nuk i don masrafgjit, nuk i don keq përdoruesit, nuk i don ata që pasurinë e tyre që kanë fituar me njerëz ta çojnë në harame të ndryshme. Lutem Allahun azza wa jall që Allah na vëdëson dhe të kryna darsmat dhe gëzimet që Allah azza wa jall na i ka lidhsuar Kur'an dhe pejgamberi në hadith me halal, duke i ndohe vetë mas burrat e vetë mas gras, e jo duke i përzier edhe duke e zemru Allahun subhanahu wa ta'ala dhe duke i dhnu Allahun subhanahu wa ta'ala dhe duke humbur turpin ton dhe duke humbur marrën ton. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, prej asaj që pejgamber pas pejgamberi kanë përcjell njëri tjetrit, pra është fjalë e shpallës, thot është i dhalem të stahje fas namashet, thot nëse s'ki turp vepre çfarë të duash, po do të me pas turp, do të me pas marrë, mos for pe Allah subhanahu wa taala, pastaj ndaj prindërve, pastaj ndaj njerëzve e kështu me radhë. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu na zbukuron me cilësinë e turpit, dhe e lutem Allahun azza wa jall që na zbukuron me cilësinë e marrës. E lutem Allahun azza wa jall që mos të hiqet marrja nga zemra jonë dhe turpi nga zemra jonë. Allah azza wa jall shpërblet me të mira të xhenetit. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون